Është shkremtuar në Sarandë 34 vjetori i themelimit të degës së shoqatës patriotike adetare Çamëria në këtë qytet. 17 marsi i vitit 1991 u kujtua për vështirësitë e kohës, por dhe për fshirjen e shpejtë si degë më vete dhe e rëndësishme e shoqatës kombëtare Çamëria. Recep Ismaili, kryetari aktual i kësaj degë të shoqatës Çamëria për Sarandën, kujtoi me nderim emrat dhe kontributin e vlerësuar të themeluesve të kësaj degë. Gjafer Gjiniga, Kur'an Alili, Isen Nisi, Alun Sejko, Qani Sulo, janë themeluesit e parë të shoqatës politike adetare Çamëria këtu e 34 vjetë më parë. E para në Shqipëri, pas viteve 90, që lidi si pasoj e një thirrje të një nga krajinave më të bukura. E kjo thirrje vite nga toka mëm e Çamërisë, dhe tani kjo tokë po kërkon dhe llogari. Kur'an Alili, kryetari i parë i shoqatës së krijuar në marsin e 1991 dhe kryetar nderi i saj, thoi në kujtesën e të pranishmëve mbajtjen e kuvendit të parë, pasi ishin kapërcyer vështirësitë e organizimit në qytete e në fshatra përre. Është një ditëlindje për shoqatën tonë Çamëria. Kuvendi i parë i shoqatës u mbajt më 17 mars të vitit 1991. Këtë zjarr që ndezëm në 1991 të mos alën të shuhet asnjëherë. Të kthehemi në vatrat tona, në shtëpitë tona, por pa ndruar kufit, pa prekur kufit, të bëhemi faktor miqësie dhe stabiliteti midis Greqisë dhe Shqipërisë. Vetëm kur ka miqësi mund të zgjidhen problemet historike. Dafina Aukushi, një intelektuale nga krajina e Labërisë në Sarandë, e vajtur nuse në Çamëri, tregoi se ka mësuar shumë për historinë e dhimbshme të Çamërisë, përmes bibliotekës së pasur që gjeti në familjen Çame. Si një vajzë e rritur në Labëri, isha mësuar të dëgjoja shpeshherë këngët llabe. Ardhja si nuse në Çamëri, më përballej me një bibliotekë të gjerë familjare. Raftet e saj para ishin libra për Çamërinë. Shumë vjersha më kanë pëlqyer, shumë krijime të bukura, të ngrohta, të dhimbshme, të gjalla, të vërteta, por ajo që nuk më ka ikur asnjëherë nga mendimet e mia është vjersha e Fatos Mero Rapaj, Brenga e Çamërisë. Në aktivitetin e organizuar me rastin e 34 vjetorit të themelimit, morën pjesë dhe përfaqësues të shoqatave si motra, si Labëria, Tomori, shoqatës të egjiptianëve të Sarandës, shoqatës Hasan Tahsini, si dhe përfaqësues të degëve të partive politike në Sarandë. Artistët e ansamblit folklorik Krau i Shqiponjës nga Vlora dhanë për të pranishmit një koncert të pasur artistik me motive çame.